U shkëputa prej familjes edhe shkova me jetu me bashkëmoshatarët e mi në prej këtë veneve të botës. Ka qenë e vështirë. Edhe në atë vit ka qenë një nxënës prej Serbisë, edhe kur kanë marrë vesh që unë jam në qytet, ma kanë ofruar edhe mu bursën në Athenan. Pra kur ka nis lufta këtu, kemi qenë në Maqedoni, një kohë të shkurtë, edhe mandej për shkak se kemi pas familje në Kanadë, jemi zhvendosur atje si refugjat. Edhe çush ka qenë çajo periudhë për ty? Kur shkon si refugjati nuk e din për sa përrin, edhe e mbaj mend që ka qenë diskutim apo shkojmë as po shkojmë, se na mushim me najt në Maqedoni. Përkundër që ishte pa qartë se sa gjatë na duhet me najt në Maqedoni, edhe baba tha që për shkak se kemi familjar në Kanadë, është mirë me shku, plus edhe kjo ka qenë një temë për cilën kemi pas pa konflikt, ku thotë ti gjithmonë ke dashur me shku me studiu jashtë. Hajde shko këqyre shkollën e mesme, do të thonë po shpërngulemi atje derisa të jetë e nevojshme. Unë isha kundër, se mendojsha që duhet me shku me bursë, jo me shku si refugjat. Se mendojsha që nuk duhet në këtë formë me e nisu në kretë këtë pjesën karrierën akademike, mandej që më kanë ndjek ma vonë. Por kom pas shumë fat kur jam shku në Kanadë, shumë shpejt, sa jo ka qenë në maj të vitit 1999, në Victoria, British Columbia, që është pjesën perëndimore të Kanadës. Aty kemi qenë të vendosur, edhe aty është edhe një shkollë, pjesë e kolegjeve të bashkuara të botës, është super shkollë, ku i mbledh fëmijët prej krejt vendeve të botës, aty janë me bursë të plotë të gjithë, edhe mëson përveç kurrikulës së zakonshme, shkencat, gjuhët e këto, ata të kohën kanë një frymë të udhëheqësisë që mundohen me i mbjell të nxënëst, duke diskutuar gjithkohës për ngjarjet politike nëpër botë, për tema të ndryshme të rëndësishme, ambientale, do të thonë gjithçka që është e kohës, edhe për shkak se ata vazhdimisht kishin nxënës që vinin prej vendeve në konflikt, ose prej vendeve të luftës, gjithmonë ka qenë një palestineze, një izraelit, edhe në atë vit ka qenë një nxënës prej Serbisë, edhe kur kanë marrë vesh që unë jam në qytet, ma kanë ofruar edhe mu bursën, edhe unë nuk disha ku po shkoj, për shkak se nuk e njihsha shkollën përpara, mandej kuptova që është top shkollë, edhe ka formsu shumë mirë, mandej ose e ka kriju bazën mbi të cilën kom vazhdu dhe studimet edhe masterin edhe këtë punën që e bëj sot. Shkolla është shumë e çuditshme, se jeton në kampus me 200 bashkëmoshatar, me krejt profesorët, edhe ishim midis malit. Qyteti më i afërt është 2 orë e gjys me kombi, se kemi pas një kombi të shkollës që na çojshin kanë në qytet. Kështu që nuk ka qenë eksperiencë zakonshme e shpërnguljes me një vend tjetër, ose të qenit refugjat me një vend tjetër, sepse unë e mora bursën shumë shpejt për me u kysh në një shkollë që ishte krejtësisht e jashtëzakonshme. Pra si 16 vjeçare, atë viti ku bona 17, unë u shkëputa prej familjes edhe shkova me jetu me bashkëmoshatarët e mi në prej këtë veneve të botës. Ka qenë e vështirë, se ndryshim vendi plus një ambient krejtësisht tjetër. Gjuhën e kam ditë, nuk kam qenë fluente sikur sot, po e kam ditë mjaftueshëm për me komuniku edhe për me mujt me ndjek lart. Edhe si jam e sigurt që gjatë procesit sa kam qenë atje, më ka pëlqyer mas shumti, po kur e kom kry shkollën, e kom pas se sa e rëndësishme ka qenë ajo periudhë. Ndoshta tash që më fry pak, në atë njëjtën shkollë edhe Mira Murati ka shku në vitin 2007, kështu që është shkollë e këtij rangu.